الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë. Prej Tij e kërkojmë udhëzimin dhe forcimin në fenë e Zotit subhanahu wa taala. Atë që udhëzon Allahu xhalla xhelalu nuk ka kush e humb dhe atë që humbi madhi Zot nuk ka kush e udhëzojnë. Dëshmon se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Zotit Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, Allahu xhalla xhelalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: O ju që besuat, mos disni ndryshe vetëm se duke qenë friksoni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar nënshtruar ndaj Zotit tuaj. Fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbja çon zjarr. Ja dhe pak ditë me lejen e Zotit subhanahu wa taala na ndajnë nga muaji I Ramazanit. Edhe pak ditë dhe njeriu ka nevojë të reflektojë me veten e tij, edhe pak ditë dhe njeriu ka nevojë të rigjenerojë shpirtin dhe zemrën e tij, edhe pak ditë dhe njeriu duhet meditojë për veten e tij, për shpirtin e tij, për familjen e tij, për besimin e tij, për moralin e tij, për jetën e tij, për përditshmërinë e tij që një vit rresht I ka kaluar aq shpejt. E duke qenë se jeta është shumë dinamike dhe ka shumë ngjarje rrethana, e çon njeriu drejt neglizhencës, humbjes, harresës e kështu me radhë. Prandaj neve shpeshherë themi dhe e përsërisim me lejen e Zotit: Laula Ramadan ma haluna, nëse nuk do të ishte muaji I Ramazanit, si do të ishte gjendja jonë? Pra marrëdhënia jonë me Zotin subhanahu wa taala, marrëdhënia jonë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, pra përballë sjelljes dhe veprës së tij, marrëdhënia jonë me familjen, me Kur'anin, me farefisin, me shoqërinë, me punën, me tregtinë, pra të gjitha këto vlera na I përkujton Allahu në muajin e Ramazanit. Në kontekstin historik Allahu thotë në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju cilët besuat, ju bë juve obligim agjerimi siç ka qenë një lloj obligim për popujt përpara jush, që çfarë që ju të bëni devotshëm. Pra e përmendi agjerimin e popujve përpara nesh, por theksoi që juve të bëni devotshëm dhe devotshmëria është fjalë shumë e thjeshtë, por për sa kohë që zemra nuk shërohet, nuk kurohet, kur njeriu nuk thjellohet, nuk mediton për mirësitë që I ka dhënë Zoti subhanahu wa taala, dhe sidomos nuk gjen kohë për veten e tij dhe familjen e tij në muajin e Ramazanit, nuk ka për të gjetur atë në asnjë ditë dhe asnjë muaj tjetër të vitit. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam për të na përgëzuar dhe të na nxitur, ç'a thot: Idha jaa Ramadanu, kur vjen muaji I Ramazanit. Në rivajetin tjetër: Idha kana Ramadanu, kur vjen muaji I Ramazanit, pra futihet abwabul jannati, hapen dyert e xhenetit. Transmetimin tjetër: hapen dyert e rahmetit. Wa ghulliqat abwabun nari, dhe mbyllen dyert e zjarrit xhenemit. Wa quyidat ash-shayatinu, lidhen shejtanët. Në hadithin tjetër: lidhen rebelët e shejtanët. Pra ka thënë pejgamberi alayhi salatu: hapen dyert e xhenetit.
Hapën dyert e xhenetit. Çfarë është qëllimi këtu? Hapën dyert e xhenetit e punëve dhe veprave të mira që Zoti u lehtëson njerëzve rrugën për xhenet. Pra kushdo që të garojë për veprat e mira në muajin e Ramazanit, do t'ia lehtësojë Allahu Azza wa Jall për sa kohë që ai mbahet kushteve dhe rregullat të muajit të Ramazanit. Në hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ditën e parë të Ramazanit, ku i deti shejatinu, lidhen shejtanët, jo maradatu shayatin, rebelët e shejtanëve. Dhe hapën dyert e xhenetit dhe nuk mbyllen më për një muaj tërë, dhe mbyllen dyert e xhehenemit dhe nuk hapen më, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa yunadi munadin, dhe thret një thirrës, o ti që do të mirën, aqbil, garo puno. O ti që vepron keq, kërkon të keqen, aqsir, ndalohi dorë prej saj, sepse Allahu çdo natë muajit Ramazanit ka njerëz që lëshon ata nga zjarri i xhenemit. Pra hadithe të drejtë për drejta, cilët pejgamberi alayhi salatu wasalam na nxit, lidhen shejtanët, thon dietar, lidhen rebelët e tyre, ata që vjedhin lajmet natën dhe jo ditën. Thon lidhen të gjithë ata në hadith transmetimin tjetër të dietarëve. Thon lidhet puna e keqe sepse njerëzit i përkushtohen muajit të Ramazanit, hapin dyert e mirësive, bujarisë, leximit të Kuranit, agjerimit, iftarave, sadakas, përkujtimit, namazit natës, dhikrit, kërkimit faljes dhe teubit, dhe paksohet e keqja. Pra të gjitha këto futen kuptimin e hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj mos bëjmë jetë ata njerëz që nëse Zoti lidh shejtanët, ti zgjidh shejtanin tënd. Çka do thot ndryshe, thon një grup i dietarëve, nuk është kusht që çdo veprim i keq që ndodh të jetë prej shejtanit, por për shkak të shpirtit keq dhe qëllimeve të keqe që kanë disa njerëz. Prandaj, nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, në aspektin e nxitjes thot pejgamberi sa men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush e kalon gjithë muajin e Ramazanit me besim të plot dhe shpërblimin, duke shpresuar shpërblimin e plot tek Allahu, i falen gjunat e kaluara. A nuk thot pejgamberi es-siyamu junne, pra agjerimi është mburoj? I thot një prej sahabëve ti, alejke bis-siyami la laysa mithla lahu, kujdesu për agjerimin se nuk ka të ngjashëm me të. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku thot Allahu në hadithin e transmeton Imam Muslimi, inna siyama li, agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të, dhe askush tjetër, thot Allahu azza wa jall. Pra çdo punë e Ademit, thot kullu amali li ibn Adam lahu, çdo punë e birit Ademit është për të, illa siyam fa innahu li, përveç agjerimit sa i është vetëm për mua, thot wa anna ajziu lah, dhe unë shpërblej për të. Në hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam i kanë nxitur sahabët e tij, çka ka thënë? La, nuk e shuan fitnën e robit në shtëpinë e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij, illa siyam, përveç agjerimit, namazi, zakati, kështu me radhë. Pra pse ka i shumë hadithe ka ardhur nga i dërguari i Allahut për agjerimin? Sepse është një nga ato adhurime që i vën njerëzve përballë fakteve. Zbulon vlerat që ka njeriu në vetvete nëpërmjet këtij muaji të madh dhe nxjerr të metat tona pa pikërisht në këtë muaj të madh. Gjatë gjithë kohës ne nuk gjejmë kohë për Kur'anin, nuk gjejmë kohë për familjen, nuk gjejmë kohë për farefisin, nuk gjejmë kohë për veten tonë, nuk gjejmë kohë për të shplodhur pak nga kjo dynja e rrëmujshme e cila vetëm merr nga vetja e saj dhe nuk t'jep asgjë. Lodhesh dhe raskapitesh dhe nuk t'jep asgjë në fund fare. Vdes dhe nuk merr gjë me veten në fund fare, përveç veprës dhe punës mirë dhe atij agjerimi që ti do ta çosh gjithë muajin për hir të Zotit subhanahu wa taala. Prandaj Allahu azza wa jall thot në Kur'anin Kerim, për t'i dhënë madhështi këtij muaji, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaji i Ramazanit, në cilin zbriti kush? Zbriti në të Kur'ani, Allahu akbar. Zbriti në të shpëtimi njerëzve, drita Allahut azza wa jall në tokë. Udhëzim për njerëzit, pra është ky libër dhe shkoqitës ndarës mes vërtetës dhe pavërtetës, thotë Zoti në Kur'anin Kerim. Prandaj kush e përjeton për jush këtë muaj e arrin, pra le ta agjeroj, thot Zoti subhanahu wa taala, që ju t'jeni të udhëzuar tek Allahu xhela xhelalu, t'jeni falënderues ndaj Zotit subhanahu wa taala. O ju vëllezër dhe motra, shumë njerëz gënjehen me kohën, gënjehen me problemet, me biznesin, me punën, me hallet e familjes, me gjithë shka tjetër. I vetmi muaj ku mundesh të rikthesh pak vetes tënde, të meditosh pak për veten tënde. Ku do të shkojmë, pra, si erdhëm në këtë dynja dhe pse erdhëm në këtë dynja? Ku do të shkojmë, pra, ku është përfundimi, ku është stacioni jonë i fundit?
sahabët e pejgamberit dhe shokët e tij dhe i dërguar i Allahut e agjeronin Ramazanin sikur të ishte Ramazani i fundit. Kurse neve agjerojmë muajin e Ramazanit sikur ai do vi prap dhe e kemi ne në dorë, sa herë që të vijë ai do na gjejë gati ose ne do ta gjejmë gati atë. Jo. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thosh ja ayyuhalladhina amanu besimtar, o ju sahabë shokët e mi, ja'akum shahrun mubarak, ju erdhi ju një muaj i begatshëm. Pra punoni, garoni, shpejtoni, lëvizni, mos flini gjumë, mos u triqni, mos u tërgroni kopratës me veten. Dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e rahmetit janë të hapura. Por na tregon Allah, por na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam ti thresin ndërgjegjes njerëzore dhe veçanërisht besimtarëve dhe besimtarëve të kuptojnë thelbin e muajit. Prandaj mos e ktheni këtë muaj në gara iftaresh. Mos e ktheni këtë muaj në gastronomi ushqimesh, në mburrje, me sapjata, si ngram, sa cilësie kishte ushqimi. Mos e ktheni në çështje sfidash, ftesash, më ftoj, më thirri, sepse iftari pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë shumë modest. Ndonjëherë kishte në një gotuj, ndonjëherë nëse gjente shtëpinë e tij në një kokër hurme, e ndonjëherë si në hadithin e Aishës hyri pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpi dhe thot, o Aisha, ka një gjë për të ngrënë? Tha, jo, atëherë unë jam agjërueshëm. E megjithatë devotshmëria e tyre, morali i tyre, fisnikëria e tyre, bujaria e tyre, madhështia e tyre ngeli kujtim deri në ditën e Kiametit. Kurse ne sot në mesin e luksit, begative dhe mirësive të Allahut azza wa jall nuk e arrim akoma kënaqësinë e muajit Ramazanit siç kanë arritur ata burra. Prandaj thelbi është të edukosh veten në vëllezër dhe jo barku. Të edukosh të shërosh shpirtin dhe jo trupin. Të qetësosh zemrën dhe ta kurosh smundjen e zemrës nga smira, nga urrëtia, nga trazira, nga zemërimi, nga gjërat boshe. Sepse të gjitha nuk kanë vlerë. Do ta kuptosh të atëherë kur të vi meleku i vdekjes e them shpejt na kuron kjo për kujtimin e vdekjes. Na zgjon pak. Atje do ta kuptosh se ti kalon jeta si film përpara vetes dhe ti nuk je në gjendje të bësh asgjë. Prandaj lutim Allahun azza wa jall në i fali gjunat dhe gabimet. E lutim Allahun të arrijmë muajin e Ramazanit plot dëshirë dhe lutim Allahun na zbukuroj muajin e Ramazanit me Kur'an, me agjerim, me ibadet, me dhikr, me mirësi, me vllazëri, me miqësi, me dashuri. E lutim Allahun azza wa jall na përfshin rahmetin e tij. Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi të konë Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vule pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, i kthehemi përsëri pyetjes, nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, çfarë do të ndodhte me ne? Bëjeni këtë pyetje vetes. Nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, çfarë do ndodhte neve në lidhje me librin e Zotit Kur'anin, sa do ta lexonim Kur'anin gjatë gjithë vitit? Nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, si do të përkujtonim neve familjen kur mblidhen në sufyr dhe në iftar? Si do të përkujtonim neve farefisin? Si do të përkujtonim neve ditët dhe netët e pejgamberit alayhi salatu wassalam? Nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, si do të përkujtonim neve lidhjet farefisnore? Nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, si do të përkujtonim në çfarë është vlera e bujarisë dhe sadaka në Ramazan? Nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, si do të ishte për neve çfarë vlere ka familja, çfarë vlere ka farefisi, çfarë vlere ka vllazëria, miqësia kur njerëzit bëjnë iftar me njëri tjetrin? Nëse nuk do të ishte muaji Ramazanit, do të nuk kuptonin çfarë është vlera e bujarisë. Ku Aisha radhiyallahu taala thot pejgamberi ka qenë njëri bujar, por në Ramazan e shtonte më shumë bujarinë e tij. Nëse do të ishte muaji Ramazanit, si do ta kuptonim neve historinë e pejgamberëve, historinë e popujve që lexojmë Kur'anin Kerim? Si do të kurojmë smundjet e zemrave tona, ashpërsinë e tyre, hasedin e tyre, smirën e tyre, mendjemadhsinë, arrogancën, largimin nga rruga e Zotit subhanahu wa taala? Deshi Allahu që për një muaj të tërë ti mbledhit gjitha vlerat e kësaj jete. Prandaj nuk do të përfitojë nga muaji Ramazanit ai i cili nuk e shëron zemrën dhe shpirtin e tij. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e Anas ibn Malik që e transmeton Imam Ahmedi rahimahullahu taala, thot la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu.
nuk do të jetë e qëndrueshme, nuk do të rregullohet imani i personit derisa të rregullohet zemra e tij. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dhe nuk do të jetë e qëndrueshme zemra e tij, morali i tij, besimi i tij, derisa të jetë e qëndrueshme drejt gjuha e tij. Wala yadkhulu ar-rajulu jannata hatta, nuk do të hyjë personi në xhenet, asin xhenet, derisa komshia e tij të jetë i sigurt, ose besimtari vllai i tij të jetë i sigurt nga gjuha e tij dhe dëmi i tij. Atëherë kur flasim për Ramazanin, është i vetmi muaj që i jep njeriu aq shumë forcë që ta ruajë gjuhën dhe besimin e tij. Ta shohë zemrën dhe moralin e tij. Të kujdeset për familjen e tij, për prindërit e tij. Të kujtojë se ka dhe kushuri, të kujtojë se ka dhe komshi, të kujtojë se ka dhe vëllezër dhe motra, të kujtojë se ka dhe hallë dhe probleme që duhen kuruar, të kujtojë me gjitha veten e tij. Dynjaja është si lumi që del nga shtrati. Edhe kur qetësohet pak që të mashtrojë ty, ajo vetëm merr me vete, derisa të vjen exheli Allahut azza wa jall dhe ti je pa përgatitur dalësh para Zotit subhanahu wa taala. Prandaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dhënë shumë rëndësi kurimit të brendshmes. Pra neve sot po e praktikojmë Ramazanin në aspektin estetik, në pamjen e jashtme, i mbushim tavolinat, qeshim, buzëqeshim, po jo në aspektin etik, ato të brendshme. Nuk e rregullojmë dot zemrën. Nuk përpiqemi ta shërojmë veten. Nuk përpiqemi ti japim pa kohë vetes në leximin e Allahut. Aty do të gjesh veten, do të gjesh familjen, do të gjesh farefisin, do të gjesh hallet, do të gjesh historinë e popullit, do të gjesh gjithë problemet si kurohen, si rregullohen. Wallah, aty do të gjesh në Kur'an, dhe këtë shans dhe këtë mundësi ta jep vetëm muaji Ramazanit. Dhe ju sfidoj publikisht nëse do të keni kurajo të lexoni Kur'anin siç e lexonin muajin e Ramazanit. Edhe ne e dim se si ja lexojmë Kur'anin dhe sa e lexojmë Kur'anin gjatë gjithë vitit. Dhe deshi Allahu azza wa jall ti japi këtij muaji vlerën e atij libri që e zbriti, pra shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji Ramazanit në cilin zbriti në të Kur'ani, i cili është udhëzues dhe shkoqitës, ndarës mes vërtetës dhe pavërtetës. Wallah. Prandaj vëllezër dhe motra, ka ardhur koha që njeriu të përkushtohet pak vetes tij. Ka ardhur koha që njeriu të meditojë pak me veten e tij. Ka ardhur koha që njeriu të kuptojë se çfarë do të marrë me veten e tij. Ka ardhur koha të kuptojë që Allahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Zoti do lehtësim për ju, do xhenetin për ju. Pastaj thot kurse ata të cilët mos besuan, duan për juve të shmangeni nga rruga e Zotit. Zgjedheni si do të zgjodheni, në cilin rrugë do të hyni, në cilin rrjedh do të shkoni. Në atë që ka zgjedhur Zoti për ty dhe ti mjafton ta ndjekësh. E si thot pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kullukum tadkhuluna al-janna illa man aba. Të gjithë ju do të hyni në xhenet përveç atij që refuzon. Me habi than sahabët, ja Rasulullah, wa man ya'ba. O i dërguari i Zotit, si ka mundsi? Kush refuzon? Po thot pejgamberi sallallahu. Man ata'ani dakhala al-janna, kush më bindet, më ndjek rrugën time, do të hyjë në xhenet. Wa man asani, dhe kush më refuzon dhe kundërshton, dakhala an-nar, do të hyjë në zjarrin e xhenit. Dhe këtu na vë Zoti në sprov se sa shumë e duam ne Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ya ayyuhalladhina amanu in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim. O ju cilët besuat, nëse vërtet e doni Allahun, atëherë ndiqeni pejgamberin alayhi salatu wassalam që Zoti t'ju falë gjinat dhe mëkatet tuaja, Zoti është falës i madh. Prandaj vëllezër, Ramazani nuk tregon vetëm ato vlerat tona si besimtar, si njerëz, por tregon dhe vendukje edhe kooperacinë në shpirtin ton, i cili nuk ka kurajo dhe nuk do që t'i dorëzohet Allahut edhe këtë brenda këtij muaji. Si ka mundësi që këto ditë dhe këto net nuk ta zbusin zemrën dhe shpirtin? Si ka që mundësi që njeriu nuk e udhët kokën t'i kërkoj falje Zotit? Ti kur ka falë babës dhe nanës se kanë hyrë hak vëllezërve, motra, fëmijëve, shokëve, miqve të tij, si ka mundësi që njeriu nuk e gjen kurajon ta përmirësojë veten e tij? Pikërisht këto janë ato zemra që refuzojnë të binden Allahut dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj lutim Allahun xhelle xhelaluhu na i falë gjunat dhe gabimet. Lutim Allahun na përfshin rahmetin e tij. Lutim Allahun të na i lajë zemrat me Kur'anin dhe dritën e tij. Lutim Allahun na zbukuroj Ramazanin në zemrat tona. Lutim Allahun na zbukuroj Ramazanin në zemrat tona.
Elusim Allahu na e bëj të gjallë shpirtin e zemrës tonë me përkujtimin e tij. Elusim Allahu azza wa jall të arrijmë agjërimin e muajit të Ramazanit dhe ta kalojmë atë ashtu si çdo Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Elusim Allahun për familjet tona, t'i udhëzoj ata, t'ju hapi zemrat e tyre. Elusim Allahun për farefiset tona, t'i udhëzoj Allahu, t'i hapi zemrat e tyre në muajin e Ramazanit. Elusim Allahun për këtë popull, t'i udhëzoj Zoti, t'i hapi zemrat. Elusim Allahun për këtë elit politike, t'i udhëzoj Allahu, t'ju hapi zemrat dhe mendjen se e kanë marrë rrugën e shejtanit. Elusim Allahun t'i udhëzoj trinj dhe treja tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona besimtar dhe besimtare kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'i ruaj djemt dhe vajzat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'ia zbukuroj atyre zemrën dhe shpirtin e tyre me Kur'anin, me Islamin dhe rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, Yemen, Sudan dhe kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun t'i shëroj smurët e muslimanëve dhe smurët për tyre. Elusim Allahun t'i shlyej borxhet atyre që kanë hallën dhe borxhe. Elusim Allahun t'i udhëzoj dhe kthej ata që kanë devijuar dhe elusim Allahun ata që janë udhëzuar t'i forcojë Allahun fenë e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.